Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se ideja e koalicionit me PDK-n ishte për të ndërruar qeverisjen e keqe, por ai tashmë këtë gjë e pret përmes votës së qytetarit, pasi që pretendon se hulumtimet e bëra flasin për një ngritje të partisë që ai drejton. Sipas tij, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është partia e dytë në vend dhe se në zgjedhjet e ardhshme do të dalë fituese. Haradinaj këto komente i ka bërë të mërkurën në një konferencë për mediat, ku ekspertët e fushës së shëndetësisë brenda Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës shpalosën ofertën e tyre për shëndetësinë. Kemi ofruar një mundësi për ta ndërruar qeverinë menjëherë, e cila nuk ka ndodhur. Tani ju kemi drejtuar sovranit, pra qytetarit, për të marrë votën në mënyrë që të ndërprejmë qeverisjen e sotme dhe për të filluar me qeverisje të re. Kjo është e vërteta, pra nuk bëhet fjalë për ndonjë partneritet të caktuar me PDK-n, ka thënë ai. Haradinaj për herë të parë ka folur edhe për një hulumtim që sipas tij është bërë në janar të këtij viti, por nuk tregoi se nga kush, duke thënë se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka dalë e dyta, ndërsa ai ka dalë si më i votuari për kryeministër të vendit. Në hulumtimet që kanë ndodhur në janar tregojnë se ne jemi partia e dytë në vot, ku shkon rreth 23%, ndërsa hulumtimet se për kë do të kishin votuar për kryetar qeverie, për i bindshëm. Ne po shkojmë në zhvillim të brendshëm i cili është sfidues, do të kemi edhe defekte sepse jemi demokraci ende e re në vend. Ka komuna ku për herë të parë kemi garë zgjedhore sepse nuk ka patur kundër kandidat, ka thënë ai. Duke folur për zgjedhjet brenda Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Haradinaj ka thënë se ky proces po ecën në drejtim të duhur. Ai ka mohuar zërat se në komunën e Gjakovës të ketë ndodhur mosmarrveshje, duke thënë se kryetari aktual Pali Lekaj e ka përkrahjen e tij, por se ka mirëpritur edhe kandidaturën e Mentor Kazazit për kryetar të Degës në këtë komunë.